Pra, masi viti ri nuk është festa jonë, atëra kemi ndaluar në të festojmë. Të marrim pjesë aty ku e festojnë krishterët, ose çifotët, ose tjerët, ose çka? Ose ta bëjmë as festën të shtëpia jonë. Se kjo është pjesëmarrje në festën e tyre. 2. Mos përputhen veprat tona me të atyve që janë të veçanta për këtë festë. Ato ditë kur ata festojnë Kur'anin dhe pinë, se edhe kjo ndodh, për shembull dikush thotë, unë e kam marrë domethënë me hongër dhe me pi gjatë natës, edhe pse nuk e festoj në ri, mirë po i kam mbledhur në të falefisit edhe po ri bëj mohabet. Jo, atë ditë nëse ata gjithë natën rrin ti dush me flet. Nëse ata kanë mbledh me hongër ti kur s'dush me mbledh kur gjë me hongër. Pra mos më përputh puna jote me puna atyve që e bëjnë në veçantë domethënë në ato ditët e festave. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala thotë, muslimanëve nuk u lejohet që të përngjajnë mosbesimtarëve në asnjë gjë e cila është veçori e festave të tyre. As në ushqim, as në veshmbathje, as në larje, as në ndezje të zjarrit, as pasivizim të ndonjë adeti nga përditshmëria e jetës ose të ndonjë ibadeti, as përgatitje e gostisë, as dhuratat, as shitje e gjërave me të cilat ndihmohet në këto festa mosbesimtarët, as mundësimi fëmijëve dhe të tjerë që të lozin, e as që të veshin rroba të zbukuruara. Thënë troç, nuk u lejohet që të veçojnë festat e tyre me simbole të veçanta të tyre, por dita e festës së tyre te muslimanët duhet të jetë sikurse edhe ditët tjera.